me aktivitet sociale psikologe. Përshëndetje. Përshëndetje. Në ndërkohë, pas pak do kemi edhe Ronin, Ron Kastratin dhe Ylli Dreshaj, të cilët pas pak do të kyçen përmes lidhjes online, duke ditur që mund të kemi edhe pak probleme me internetin, nga që këtyre ditëve kemi edhe pak era, edhe pak shi, mund të kemi edhe kësi probleme. Po, e kemi Ronin në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, Rone. No, përshëndetje për studion tuaj, sa kënaqësi që të bashkëbisedojmë, që ka dhe një mysafire shumë e nderuar, kolege e nderuar, zonja Atifete, përshëndes. Gjithashtu. Atifete po nisëm bisedën me juve, sa jemi njerëz në përgjithësi që ndikohemi nga opinioni publik? Kjo është edhe në varësi të moshës, po në përgjithësi ndikohemi nga opinioni publik. Kjo ka të bëj shumë me moshën edhe ka të bëj se sa e kemi me rëndësi mendimin e tjetrit, sa kemi nevoj me qenë validum për i tjerve. Kështu që kjo është ma shumë përveç të rinjve që e kanë të shumë të theksume dhe prandaj mendimit të tjerve tek të rinjët, bullizimi ose çfarë do qoftë ndikon shumë, pasi janë të ndikuar nga të tjerët, por moshat e rritura mendoj nuk janë aq shumë të ndikume dhe në varësi të temës profesionisti që ka do qoftë. Roni, sa mendon që përpos njerëzve që jetojnë në përditshmëri, njerëzve të cilët nuk mbartin bisupe përgjithësinë e figurës publike, njerëzit e figurës publike, sa marrin përgjithësi për fjalët që e thonë? Unë mendoj që tani është shtuar kujdesi nga rastet e fundit ku shohim që rrjetet mediatike, emisionet televizive marrin sekuenca të cilat ndoshta dalin nga konteksti dhe interpretohen apo mund të keq interpretohen ndryshe dhe këtë sigurisht që nuk i vë faj mediave, por kjo është edhe për shkak të manisë viralitetit apo pretendimeve që videot të jenë sa më shumë virale, por mos harroni janë edhe efekte tjera psikologjike, suggestive që ndikojnë, ajo që ka të bëjë me formimin e opinionit dhe bindjeve apo efektin e përsëritjes. Nëse një informacion përsëritet vazhdimisht nga rrjetet mediatike ose nga persona që kanë status në shoqëri ose rol autoritar, me patjetër që mund të shtojnë ndikim në informacionin që e thitin apo e marrin ata spektator ose dëgjues pasiv nga shtëpia ose në mjedis të tjera të ndryshme. Këtu janë edhe faktorët tjerë kognitiv, është edhe efekti bias, mbështetja e informacionit, përforcimi i informacionit nga bindja, teknikat e persuasionit, që janë teknikat e bindjes, dhe të gjitha këto hynë në kuadër të strategjive mediatike dhe njerëzit të cilët kanë status në shoqëri dhe janë të vetëdijshëm se atë se çfarë flasin kanë përgjegjësi, por mos harroni që njerëzit atë se çfarë flasin është opinioni dhe qëndrimi i tyre. Por Roni, në fakt, më intereson me ditë, përpos politikanëve, këto figurat e VIP, të themi, muzikës, kulturës, influencerët, shpesh din me bo deklaratat të cilat më pas, nështë edhe i bin pishman. Pse e bojnë këtë gjest, për me ra ma shumë vëmendje, apo për me bë zjarë kështu? Tash sërish më futët në lojë si erën e kaluara, dëshironi të përmendem. Nuk të futët, nuk e lojë kjo. Pyetje të zgjedhëm me u përgjigje apo jo? Pse se jam kurios të di, pse ju moderatorët jeni të ndjeshëm kur ne si panelist reagojmë? Kalma, ne nuk jemi të ndjeshëm. Ne mundohemi me qenë sa më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm, ja sqarojmë nëse ka nevojë për sqarime shtesë. Atit dhe unë përpiqem të përçoj një informacion konkret. Njerëzit të cilët sot kërkojnë një vëmendje të shtuar dhe bëjnë gjëra të pazakonta, vetëm që dveqohen apo dallohen, janë pikërisht njerëz ato të cilët i takojnë botës së politikës, të njëri prej tyre është Edi Rama dhe Lulzi Basha, që po bëjnë video virale dhe janë xhiro videot e tyre, xhiro gjithandej Shqipërisë dhe Kosovës, dhe këtë e bëjnë, e di pse e bëjnë, për të larguar vëmendjen e elektoratit
domeni kjo cila është e përqendruar te kandidatët që vinë nga partia Mundësia dhe parti tjera subjekte politike. Pra teknikat politikanëve që tentojnë ta zhvendosin vëmendjen në një drejtim tjetër e madje edhe më çesharak, vetëm që elektorati apo audienca të ndryshojë perceptim dhe orientim. Po, zonja Ativete, Roni përmendi pak politikën, e preku se Roni nuk mundet pa përmende Edi Ramën, si duket. Ka pikë të dopë duket. Në ndërkohë, unë me ty po du me undalë të pjesa e personave të showbizit, personat të artit, të kulturës, të cilët ndoshta arrin që për një periudhë të shkurt të marrin vëmendjen e publikut, të bën të famshëm, po pastaj ka shumë raste kur i vret edhe opinioni i publikut. Pse ndodh një gjë e tillë? Patjetër që ka disa, sidomos showbizi, e kanë këta persona ose këta individe kanë të nevojshme me konë qendër vëmendjes, por pastaj duke pas parasysh reagimin e tjerëve patjetër që ka me i vra. Unë mendoj si në përgjithësi opinionit publik, duke qenë edhe vetë pjesë e shpesh e këtyre paraqitjeve dhe diskutimeve publike, mendoj si ka shumë rëndësi konfidenca që ke, mendimet ose ajo mbi temat të cilat janë për shembull profesionisti, ta zëm Roni ose unë si jemi si kolegë, jemi psikolog, ajo çfarë flasim, nëse neve kemi konfidencë, nëse neve ato çfarë flasim i bazojmë në studime shkencore, edhe kemi njohurit në raport me ato çfarë diskutojmë, reagimet, besoj, jem shumë e bine, nuk kanë shumë rëndësi, është një pjesë e caktuar ose një rreth i caktuar i cili neve na bën të paktën mua, na bën përshtypje se si do reagojnë. Ata nuk janë ajo pjesa që reagojnë rrjetet sociale, janë një pjesë tjetër, kolegët, familjarët, cilët ose njerëzit të cilët ti vërtet ki besim edhe ka njohuri mbi fushën tënde, kështu që personalisht edhe unë jam prek nga komentet, por nuk është se më shumë më zgjojnë këshëri, përkundrazi nuk është se i lexoj shumë, ta them drejtën, përveç asaj unë kam cek disa herë edhe në faqen time Facebook, po edhe në paraqitje. Ata individ të cilët komentojnë në mënyrë vulgare, ofendime, mënyrë në gjuhë të papërshtatshme, nuk e kanë shumë me individin të cilin janë duke komentu, se e kanë me frustrimin dhe me vetën e tyre. Kështu që nuk mbaret krejt prej individit, mbaret prej asoj konfidencës që e ka, besimin që e ka tek vetja, edhe gjithmonë kur ai jo në eufori, po është i matur në atë që ka flet, edhe ajo është e bazuar në studime ose ka elemente të së vërtetës. Po, e përmendu që nuk të bëjmë përshtypje komentet në rrjetet sociale, po ka raste kur dikush pastaj e bën një reagim publik, qoftë përmes mediave, apo qoftë edhe përmes rrjeteve sociale në lidhje me një deklaratë të dikujt. Në këto raste, e dim që të gjithë gjendemi para kësaj situate, të gjithë ne që ndoshta në një formë ose tjetrën jemi pjesë e opinionit publik, në rastis të ndodhë, po si reagon? Sa të bëjmë përshtypje? Unë kom qenë pjesë e këtyre debateve dhe reagimeve publike, kështu që si stojnë e kom përjetu lëkurën time, prandaj të thëmë drejtë nuk më bëjmë përshtypje, shumë sinqerisht. Ajo që fa më bëjmë përshtypje është shumë mendimi kolegëve të mi. Nësa i vërtet reagimi im ose ajo çfarë unë kom deklaru ose çfarë është transmetu nuk ka qenë korrekt me profesionalizmin edhe me studimet shkencore, atër patjetër edhe nëse nuk do ketë asnjë reagim tek unë personalisht edhe nuk do ketë komente, unë nuk do ndihesha komod. Përderisa deklarimet e mia janë të bazume në studime edhe kanë një qëllim që të afektojnë për aspektet pozitive tek të rinjët, as pak nuk më bojnë përshtypje. A dim të reagojmë ne? A dim ne si Kosovar, si individ të reagojmë për
X çështje në mënyrë që pastaj ta kthejmë opinionin publik ka vetja, apo vetëm reagojmë dhe me një farë fjale sharrojmë më shumë? As pak nuk dim të reagojmë, as pak. Përkundrazi, reagimet tona nuk janë reagime, janë ma shumë ofendime, edhe kështu që ajo nuk është se ka në i rëndësi të madhe, po në përgjithësi, ato çfarë afekton, kategorinë cilën afekton reagimi publik, ose komentet, ose qoftë person publik, ose jo, është mosha, mungesa e besimit në ato çfarë ka thonë, ose në ato çfarë ka performu, edhe patjetër që ka nevojë shumë për aprovimin e tjerëve dhe ka me pa shumë të rëndësishme komentet e tjerëve, por nëse ti je i sigurt në ato çfarë thu, nuk besoj si kanë me pas ndikim. Rone? E kam unë pajtojnë plusisht me zonat e vete për faktin se folin via konkrete dhe shkencore, por ka dhe diçka këtu që e kam kuptuar vetë personalisht nga përvoja ime. Kam pa komente publike, por e keni parë dhe ju, janë supozojmë 200 komente negative, pyese denigruse, etiketuese, bullizuese. Ato komente të cilat janë pozitive, 2 prej tyre në mesin e 200 komenteve negative, nga syri ynë ka për shumë shpejt. Se në interesin ton, vitale pozitiv janë komentet pozitive. Pra, neve në anën tjetër të medaljes na bëjnë mirë dhe këto komentet negative se shumë shpejt i selektojmë dhe ata që komentojnë pozitivisht. Po flasëm edhe për reagimin e figurave publike. Ne ndoshta bëjmë një... A mund të flasim specifikisht, cilin reagim të figura publike? Roni Fonali për emra? Roni, do me thonë Roni që... Roni herave të kaluara gjithmonë ka kundërshtu, nuk ka pranu me përmende emra. Po, Roni, Hajde të luajmë shapak. Hajde, po luajmë shapak, pa tjetër. Kemi për shembull shumë njerëz të showbizit të cilët bëjnë një deklarat, pastaj prekin personat të tjerë reagojnë, kur ju djegë ata e kthejnë një reagim brapsht, por sa bot në mënyrë të duhur. Po flasë për banorët e Big Brother. Konkretisht, kemi shumë banorët e Big Brother që pas daljes nga shtëpia e famshme, në një farë forme, për kë nuk e lojnë pa folë. Mendojnë që janë ende në shtëpi. Kjo është rezultati përvoja që kanë kaluar aty, janë mësu me kushtet dhe mjedise këtësisht ndryshe dhe kjo ju kam betë si regjistër në kognicionin e ty dhe patjetër këto sjellje pastaj i ekspozon një realitetit tjetër me të njëjta sjellje që i kam pasur aty. Dhe ne duhet këto t'i kuptojmë me empati të fuqishme, sepse këto janë relative dhe ne nuk duhet t'i egzagerojmë. Banorët e Big Brother kanë qenë tema të diskutimit vazhdimisht. Por ne jemi përpjekur që t'i analizojmë dhe kemi parashtruar opinionet që ndrimet tona. Për shembull, Roni së fundmi deklarat publike që nuk do mirret kurrë me muzikën ka pas dhënë Fero. Po. Dhe tash po rikthehet Fero me një këngë që ja kushton ish bashkëshortës së tij. Në kuptimin që e ofendon, e shon me atë këngë. Jo, dëgjoj vetëm pak. A jemi të sigurt? Ja, ta zhvilloj pak një mini terapi të bashkarisht. Nuk du të bëj terapi, Jo, po, jeni të sigurt që në përbajtjen e muzikës së tij akoma të balansuar ka përmbajtje ofenduese apo denigruese? Nga ajo që na ka tregu, nga ajo që na ka tregu vetë, nga ajo që na ka të cilat ne kemi. Po dhe ka tregu vetë në Instagram e ka publiku vetë. A ka qenë konkrete kjo? A ka qenë konstante? Po, unë du të lidhem këtu me rastin konkret. Ja, ti petja do të lidhet. Unë mendoj, si këto rastet kur kemi ndryshime të mdoja, sidomos tek artistët ose personat publik, mënyrën kalojnë nga ekstremin ekstrem, kjo nuk mendoj si duhet mi marrë shumë seriozisht, prandaj edhe rastin e Ferës nuk duhet me marrë shumë seriozisht, duke parë parasysh si në mënyrë të menjëhershme edhe pa e pas një
kohë të caktuar të nevojshme mu ambientu me atë mënyrën e re të jetesës, edhe vetë nuk ka qenë aq i sigurt për vendimin që ka marrë. Zakonisht kështu funksionojnë këta individ kur marrin vendime të menjëhershme. Aty ka dhe disa arsye tjera që lidhen me shëndetin mendor, të cilat unë tani nuk du me diskutu, por kjo është e pritshme prej një ekstremin tjetër. Besoj si këta individ din me të befasu edhe din me harru ato çfarë kanë thonë ose mos më përmbajt asaj çfarë kanë thënë. Ndërsa te këtu banorët e Big Brother, shumë i tha Roni, po është edhe një arsye tjetër të cilët ata pasi dalin nga shtëpia Big Brother kanë shumë nevojshme me qëndru akoma në qendër vëmendjes, kështu që zakonisht bëjnë edhe gjëra, deklarata kot, vetëm që të qëndrojnë sa më shumë ofër opinionit publik ose të kenë qendrën e vëmendjes. Po dojmë kështu diçka, Roni, te? Roni ta kthehet në një terapi për ne. Jo, janë një rast konkret që unë e konsideroj veprim inteligjent dhe një mekanizëm mbrojtësi jashtëzakonisht përforcues si kryetarit në fakt ish-deputetit zoti Lulzim Basha. Në fillim bëri një gabë, një lapsus të dopta Shqipërisë ky Roni, ka pikë të dopta specialiteti ka. Ja, shikoni. E Shqipërisë Ronit me ik shanca s'ka. Po, e di pse sepse dhe ata ne na konsiderojmë ndryshe. Por çfarë? 7/7 bëj 42 tha. Atë gaf ju bë virale gaf në të gjitha rrjetet sociale. Dhe tani zotëriu në këtë fushat elektorale del dhe i bën thirrje Ramës 7/7 336, 354. Dhe kjo çfarë tregon? Se ai është gabimet e dia ti sublimoj me mekanizma tjera vetëm ta kthej situatën humoristike. Dhe këta figura publike mendoj që manovrojnë dhe suggestivojnë. O, Roni, ti duket që dhe je preknas i Partisë Demokratike. Jo, nuk jam i Partisë Demokratike. Nuk po këshimin politik. Të lutem të riqe fjalën, unë jam e Partisë Socialiste deri në vend. E të reqi fjallën. E të reqi fjallën. Gjatë politikës, mos në ashtë ka politika, të lutëm. Ata kanë gopa çdo ditë, çdo sekondë. Ndoshta ka shumë rëndësi edhe periudha dhe situatat në të cilat jemi duke kaluar në momentet kur edhe bëjmë deklarata publike. Në këtë rast po flasim për politikanët të cilët përpara kanë disa zgjedhje që e shfrytëzojnë secilin moment për të marrë vëmendjen e publikut. Pastaj rasti i banorëve të Big Brother, dikush tjetër ndoshta ka një projekt, është edhe strategjik kjo. Patjetër. Sidomos personat publik, shumica, mos thom pothuajse të gjithë funksionojnë në mënyrë shumë strategjike, varet ata që dojnë me përfitu. Për një pjesë nuk ka rëndësi çfarë vëmendje marrin, mjafton të jenë qendër vëmendjes, gjë e cila mua nuk më duket ajo mënyra e duhur, por ka një pjesë që duan të ruajnë integritetin e tyre dhe qendrën e vëmendjes se kanë shumë të rëndësishme me ato çfarë përfaqësojnë. Kështu që kjo varet për individit dhe varet ai çfarë promovon, ai çfarë do të promovojnë në shoqëni dhe sa ka të domosdoshme qendrën e vëmendjes. Roni, sipas teje, kur ne deklarojmë diçka, edhe pastaj ngjallim reagim, por e kuptojmë ndoshta që edhe kemi bërë gabim me atë deklarat. Ne dim të mbajmë përgjegjësi, apo zgjedhim metodën të friksojmë kushtimisht po quaj kundërshtarin që reagoj. Sepse shohim që në deklarata publike gjithmonë shihemi në gjykat, do të padis, kemi mbajtë përgjegjësi për fjalën e thënë, a gjithçka ndoshta ka nisur nga personi në fjalë. Nëse personat e tillë kanë deklarata të qëndrueshme faktike apo argumentuese, pranojnë të mbajnë përgjegjësi deri në fund, sepse janë të bindur që janë brenda të vërtetës dhe rreth së vërtetës, dhe ndërkohë ata persona të cilët absolutisht flasin duke amencuar dhe e kuptojnë veçanërisht për ngadjeshmëria tyre që kanë gabuar apo kanë shqitur në lapsus ose thjesht e kanë pasur nga një inat qasti,
patjetër që të riqen dhe kërkojmë falje. Dhe njohim shpesh persona të tillë, po ka edhe njerëz të cilët kanë deklaruar për shembull në botën e politikës, ju e dini rastin konkret kur e ka denigruar një ish kryeministër, një ish ministër dhe në gjykatë sigurisht që i ka kërkuar falje edhe është tërhequr nga deklarata e tij. Pra ne jemi njerëz që në fakt në ndryshojmë qëndrime dhe vetëdijsohemi shumë shpejt dhe bëhemi koshient për atë që është faktas. A bëhemi koshient dhe kështu të vëmendshëm vetëm kur e shohim rrezikun afër? Po ja, për shembull, unë nëse shoh se Lulzim Basha reagon ndaj deklaratës time, unë do të vazhdoj të qëndroj konzistent sepse kam pasur të drejtë, sepse ai e ka thënë se 7/7. Po mos e lidh më gjithmonë. A me reagoj di Roma për diçka? Po pse më lidh gjithmonë në politikën? Me reagoj di Roma për diçka? Rone e bën e hapë mbrapa se... Po vetëm një gjë, a mund të bëjnë lutje? Ato janë gjë në Shqipëri, në Kosovë. A mund ta bëni këtë video virale? Ja u them një gjë. Bëj këtë video virale. Psikologu Ron Kastrati ka Kosova thekson se kryeministri Edi Rama është lideri më i paposur shqiptar. Ron Kastrati publikisht kërkon që të bëhet virali. Po. Me këtë po. Jemi pajtime të kështu, ne vendosim. Tani lëvizje pionin aty në tek. Oran, flasim pak për Kosovën, se Shqipëria duket se është territor tjetër në kuptimin që ka zgjedhje Po tani. dame pak po më intereson edhe mendimi i atij Fejtës në lidhje me këtë që sa kërcënojmë, sa dim të mbrohemi. Për shembull Roni po mbrohet këtë rast. Unë thash edhe më herët, kjo ka të bëj edhe këto çfarë sot po diskutoj ka të bëj shumë me përvojat personale. Prandaj zakonisht po flas në aspektin personal, po edhe profesional. Gjithmonë dim të nëse ti ajo çfarë ti ke thënë është e bazume, është valide, është e bazume në studime shkencore, ka bazë, nuk mendoj si duhet të kesh frikë, as pak duhet t'i qëndrosh mendimit tënd pas, por nëse vërtet ke bo gabim, ke jap një vlerësim jo si duhet, atë patjetër shumë e ndeshme edhe shumë njerëzore nëse kërkon falje. Por gjithmonë në varësi të asaj se sa ti je konsistent edhe sa ti je kredibil të azojmë në aspektin profesional për ato çfarë deklaron. Këta persona të cilët thash edhe më herët na ka rami dëgju shumë shpesh deklaratat e tilla të cilët kërcënojnë shimin në gjykat, do të ndjekësh për këtë që ke thënë. A bëjnë prap edhe këtë deklarat e bëjnë prap për shkak të vëmendjes edhe për shkak të mosdijes për përgjegjësinë për fjalën e thënë apo i qëndrojnë brapa? Pa tjetër, vetëm nga mosdia dhe nga ndoshta jo arsye të forta për me kundërshtu deklarimin e tjetrit, edhe tash një ndër trendet ma të leta për mu përgjigj tjetrit kur ty nuk pëlqejnë deklaratat e tjetrit është shihemi në gjykat, por duhet ta kenë parasysh se gjykata është funksionon në bazë të asaj se çfarë qëndron, edhe në bazë të asaj se çfarë është valide, kështu që mendoj se edhe kjo është një strategji shumë e gabuar dhe jo e duhur që ti të kërcënosh tjetrin me gjykat, sepse neve e dim shumë mirë se si funksionojnë gjykatat, cili është misioni i gjykatës. Kështu që misioni i gjykatës nuk është të kundërshtosh ti është kundër tjetrit ose nëse të mos pajtohet me ato çfarë ke thënë, po është valide ajo çfarë ke thënë. Kështu që kjo është vetëm trend që një ndër kërcënimet ma të zakonshme, po më duket është gjykata që raste të cilat nuk trajtohen në gjykat, se nuk ka bazë, nuk mund të trajtohet një rast në gjykat nëse nuk ka bazë për shkelje të çapo diun e gjyqjeve ose rregullave ose... Zonja Sila, faleminderit shumë që na u bashkuve në këtë diskutim. Roni, faleminderit shumë. Herën tjetër nuk shihemi në gjykat, po shihemi në studio, po besoj, kështu që... Herën tjetër do shihemi në studio me fitoren e Partisë Socialiste. Mirë, fushat kjo, Roni, lutem, është fushat kjo. Ronin kena me janë studion televizive. Po është fushat, pra, faleminderit shumë. Roni, faleminderit shumë. Kështu Katrin,